Na këtu jena për një qëllim, na jena këtu pajtu. Jo nuk u pajtu është pe që ju je ka provon me fol diçka që nuk i shkon për shtatin sa që më bëj. Cila nuk shkon për shtatin, cila që jena të fol për privatnikun që këta janë ty thua. Jo, po ti nuk ke ki drejtën e botës në një debat. Kur na jena bashkë, jena për një çështje. Na muj edhe mos më u pajtu. Na muj jo. Ti pe që ul të ndryshon, a di se ndryshon. Jo, ti nuk mundesh të më ndaj. Jo, ti mu nuk më ndaj fjalën. Ti mu nuk më ndaj fjalën. Kur unë e marr fjalën e çoj deri në pikë. Ku ka problemi me Jo, veç pak, jo. Nuk kam me vazhdu me folë, dërsa onë të përfundoj fjallën. Kultura e debatit Anita përfundoj, pastaj kalojmë zotërin. Veç diçka, se si me thonë kjo, qa unë deshta me thonë, është një grup publik, edhe ka pas një thirrje publike për organizim. Unë kem shtu të thonë. Kur e ke pas? Veç tu nuk e di pse reagove, po unë të tash. Veç pa, jo, nuk jetë, jo. Çfarë të dash me thonë është, thirrja ka qenë publike. Grupi ekziston prej vitit pikërisht nuk do të më pas te fillove. Te fillove. Grupi ekziston prej vitit 2021. Shumë mirë që ekziston. Thirrja ka qenë publike. Thirrja ka qenë publike. Tash nuk ju kemi pa. Ju jeni inspiruar prej thirrjeve tona, mirë që jeni inspiruar, shumë mirë që na ne jo erza një moment. Shumë mirë që ka grupe të ndryshme që angazhohen për çështjen e njëjtë. Kë nuk është problemi, po në debat, kur unë e marr fjalën, me folë për grupin që unë e përfaqësoj, mu fjala nuk më ndërpret. Sepse jena ato pajtu në një pikë. Jena ato pajtu në një pikë, se 15% që nuk ka lënë. Vetëm nuk e pajtohet Anita që një qëllim e keni të publikut. Për është një qëllim. Po, tash dëgjom ti mu. Të lutem. Situata aktuale e çfarë fryme e cila është kriju, Anit e dashur, më spo ti e ka nevojë që debat që ti fillove me bë prej që i ullë këto. Qepse? Na nuk kemi nevojë as për protagonizëm, as për bajraktarizëm. Lutem, tash foli on klash. Do thotë nuk kemi nevojë as për bajraktarizëm, as për protagonizëm, as nuk është ka e bën as kush për këto qëllime. E të lutem mos të do kështu, se nuk je. Po tingëllon çashtu, çepse po tingëllon çashtu. Kur ti pas herë zën ngoj grupi organizativ, unë të lutem. Luana Sonaj, e ka bo një postim me 14 mars. Në Facebookun e ti privat që mundet mujime po kush donë, ku i ka këtu krejt mesht, nuk o ka flet as kush, dikun është një javë, pasi që ka dalë publikisht vendimi i zërejës. Një javë. Pasi që ka dalë, unë kom pa heshtje totale. Totale kom pa heshtje. Jënë, për fatë mirë, datat që jenë, dhe çdo gjë mund të verifikohet pasi që veç potentuhet bëhet kështu. Dhe unë e kom ba pa as edhe një qëllim tjetër përveç i kam ftu të gjithë me shtemi të edit rrjetin e njerëzve që një, e kom pa një heshtje totale për i gjithë dhe përveç 2 deklarata në media, dhe kom thonë, miqtë e dashur, të mobilizohemi, ta kundërshtojmë një vendim të dëmshëm, i cili nuk mund të përballet prej qytetarëve të këtij vendi. Krejbër fjallë. Kështu ka qenë. Publik mundu me imi pa kushtë. Në prej kulet së cilin. Pas 10 minutave kanë marrë këtë mediat. Kjo është të vërtet, ha? Dhe me njerë kanë fillu me më kontaktu. Unë as që kam idenë e protagonizmit në këtë pikë. Të patër ata që më njojnë e di. Unë, jo që inspiruam kur shumë njerë si ti, e të tjerë, po zemra malë në botë. Për çdo aktivitet kush do që e bën për të mirën publike në Kosovë. Hiç nuk kam përkundrazi, kam dëshmi që unë, jo veç unë, po kretë rrethi shoqërimi e ndihmon secilin që e qet një hap për një kauzë. Dhe kur as edhe një herë që debat që e bona sonte nuk isha dashur me bë sonte kështu. As edhe një herë. Kështu që të lutem, je vojzmëri, të kesh shumë kujdes se i dëmton kauzat e caktuara, të provu me tregu që unë e grupi. Veç pak, a mund ta vesh diçka? Jo, një moment se do të ku fjalën prej fillimit. Ku fjalën, por të vërej prej fillimit, je duke kërkuar një vëmendje më tepër se ç'i duhet. Kush kërkon vëmendje? Absolut je këtu. Kush kërkon? Erza më hapish me përfundu deri në fund çfarë me Anita, jo veç po tregoj, a ke dërgu komente, a ke dërgu komente në zërrej? A ki dërgu komente në zërëje? Shka thashëm prej fillimit? A ki dërgu komente në zërëje? Shka thashëm prej fillimit? A ki dërgu komente? Shka thashëm prej fillimit në këto? Po absolut, po tu diska tjetër krejt. A mëna Erzavis me që dërim fond? Diska tjetër fond. Një diçka shumë e rëndësishme, një diçka kështu është shumë e rëndësishme për me u... Vullnetin e gjithë aty në njerëzve. Veç pak, një diçka është shumë e, si me thonë, një diçka që du të me u thonë,
është unë tentova me thonë tash në fund, është që janë disa grupe organizative shumë mirë që janë shumë mirë Luan që janë disa grupe organizative që merren me këtë çështje. Le të bëhen edhe 10 të tilla. Unë nuk jam këtu për protagonizëm. Unë jam të folj ka shumë e rëndësishme me diskutu. Po zotin. Po jo, po je. Dëgjoj, ai ka shumë rëndësi. Po do këtë 4% rrigje, veç Kam shumë rëndësi. Tasha kena me